pasoja të rënda të kishte kjo për kosovarët. Ai më tha, ti s'po e kupton. Nëse unë pajtohem me këtë, unë do kthehem dhe do më vrasin. Zoti Rubin. Kjo që ka thënë ambasadori Hill, a ju ndihmon me kujtesën tuaj kur thatë që dikujt i ka treguar Zoti Thaçi që e kanë kërcënuar, kujt mund t'i ketë thënë pra? Përgjigje. Atëherë më mendoj që ja ka thënë Chris Hill këtë, po ka të ngjarë që Chris Hill t'ja ka thënë zonjës Zotit O'Brien, që ka qenë një nga shokët e mi, dhe O'Brien dhe ata kanë qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Kështu që këtë mendoj se kështu e ka mësuar unë. Faleminderit, kërkoj pranimin e materialit në fjalë. Ka kundërshtime nga ZPS-ja? Jo. Materiali DHT 01481, DHT 01482 pranohet. Sekretarja, materiali do të marrë numrin e provës 1D371. Faleminderit. Zoti Rubin. Gjykatësi Barti u bëri pyetje dje, por dhe gjykatësi Gaynor sot, lidhur me bisedat që keni pasur me Zotin Thaçi pas luftës. Se takon temës që duhet përpiqej më shumë apo jo, ju kujtohet? Përgjigje po. Në rregull. Do shohim një intervistë që i keni dhënë te programi Charlie Rose në prill të vitit 2000. Ju lutem vendosni në ekran materialin 128-386-05. Dhe të shohim konkretisht minutën e 7, sekondën e 27. A kemi videon? Po. Just to check, it's marked confidential. Sekretarja kontrollon që është klasifikuar konfidenciale, mishet që mund të jetë publike. That they pretty much done. Po ata ju po thoni që kanë bërë kur pjesë më të madhe të atyre që pritej nga ata, që se shihet historia e lëvizjeve rebele që dorëzojnë armët, pra nuk mund të presim më shumë se çka ndodh deri tani, apo dhe gjitha aktivitetet në të cilat janë përfshirë, sa i takon akteve reale të dhunës kundër serbëve, a do duhet të shfaqsohen këto? Rubin, në të kundërtën, ajo që po them është sa e rrallë është një lëvizje rebele të dorëzojë armët kaq shpejt. Në fakt ata e bën këtë gjë. Ky ishte misioni im i dytë ishte muajin e kaluar dhe ishte shumë ndryshe mision tjetër dhe ky ishte që një mision që sekretari Albright dhe presidenti më kishin dërguar mua dhe ambasadorin Hill nga shtëpia e Bardh në Kosovë dhe mesazhi jon ishte ndryshe kësaj radhe. Mesazhi jon për Zotin Thaçi dhe Rogova dhe gjithë liderët udhëheqësit e shqiptarë të Kosovës ishte zhgënjim se ne ishim të zhgënjur me dëshimin e tyre për të përdorur gjitha mundësitë e tyre dhe gjitha aftësinë e tyre për të parandaluar, pra gjithë energjinë që kishin që të parandalonin shqiptarët nga kryerja e akteve, veprimeve shpaguese, hakmase kundër serbëve, por kur flasim për këtë, se sa të zhgënjur jemi dhe është e qartë se unë po dënoja këtë, ne duhet të kujtojmë se ka një dallim të madh mes shpagimit dhunës dhe dhunës organizuar si fushat e vrasjeve në masë apo zhdëbimeve në masë nga një shtet, që është ajo që Slobodan Milošević dhe regjimi i tij kishin bërë. Pra ka dhunë, ka hakmarrje shpagim që është e papranueshëm në sy tanë. Dhe unë kam shkuar atje dhe e kam dënuar atë gjë dhe e kam parë Zotin Thaçi dhe Zotin Rugova dhe gjithë udhëheqësit në sy dhe ju kam thënë
ata që kanë punuar kaq shumë me ju për t'ju ndihmuar juve janë të zhgënjur. Pra supozimi është që me gabim apo me të drejtë dhe mund të na thoni neve është që ish pjesëtarët e UÇK-s dhe njerëzit e saj kishin mbështetur zotin Rugova. Dëgjoni, zoti Rugova kishte mbështetje të gjerë në popull. Zoti tha që kishte zhvilluar krijuar një parti politike dhe ishte në mesin e atyre që kishte marrur armët për të luftuar kundër serbëve dhe pra po ka një problem është më shumë problem me dhunën e organizuar kundër në mesin e UÇK-s, por doktor Rugova dhe zoti Thaçi kishin përgjegjësi të barabartë. Doktor Rugova kishte autoritet moral në Kosovë dhe ajo që po thoja unë është dhe zoti Thaçi në mënyrë të barabartë është të përdorin çdo mundësi që kishin për të parandaluar këtë, për të parandaluar popullin që mos e bënin një gjë të tillë. Nuk është sistemi i organizuar i dhunës në mënyrën siç ishte ai Milošević, dhe nëse zoti doktor Rugova dhe zoti Thaçi dhe zoti Çoçi dhe gjithë udhëheqësit përdornin çdo mundësi dhe çdo energji që kishin për ta parandaluar këtë, ata nuk përdornin çdo mundësi, ata do të dëmtonin marrëdhëniet e tyre me Shtetet e Bashkuara. Duke folur tani për zotin Hill, i cili ka shumë admirim nga populli për punën që ka bërë aty. I was just waiting for the interpretation to finish. Ishte të vetëm po prisje që të përfundonte përkthimi. Zoti Urban ju kujtohet që keni dhënë këtë deklaratë Charlie Rozit, përgjigje po. Pyetje, ato që keni thënë Charlie Rozit në prill 2000 ishte që pra kjo pasqyron saktësisht bisedat që keni patur me doktor Rugovën, zotin Thaçi, zotin Çoçi dhe udhëheqës tjerë shqiptar. Përgjigje po. Dhe retrospektivisht jam i kënaqur me saktësinë e fjalëve që kam përdorur në atë kohë. Pyetje, aty keni përmendur përdorimin e gjitha mundësive për të parandaluar këto veprime dhe autoritetin moral të zotit të doktor Rugovës. Po inkurajojnë ata që të përdorin ndikimin e tyre moral? Përgjigje po, dhe duhet ta shpjegoj. Gjatë bisedimeve të 3 ditëve të fundit, të diskutimeve këtu, jam përpjekur të bëj një dallim me saktësisë për atë një qeverie të organizuar dhe një ushtrie të organizuar dhe një shoqërie të organizuar, sepse në 10 udhëtime që kam bërë në Kosovë në ato vite, kam krijuar një përshtypje të fuqishme që 90% e këtyre njerëzve kishin qenë të shtypur për 10 vite, nuk kishin qeveri, nuk të organizuar, nuk kishin polici të organizuar, nuk kishin ushtri të organizuar, dhe ata që kishin autoritet moral në një shoqëri të shtypur si kjo, ishin ata që mund të kishin më ndikim për të bindur familjet individuale, të cilët kishin gjasa më të mëdha për të përfshirë në veprime hakmarrëse, të cilët kishin familje apo pjesëtar familjes që ishin vrarë, pra kishte shumë zemërim. Pra, besoj që mënyra më efikase për të parandaluar dhunën hakmarrëse, shpaguese, ishte që këto autoritete morale të bëjnë thirrje familjeve që kishin humbur vëllezërit, motrat, familje të tëra nga vrasjet masive, që të mos hakmerrshin, mos përgjigjeshin në dhunë. Dhe në këtë shoqëri, autoriteti moral është jashtëzakonisht shumë më i rëndësishëm se sa autoriteti i personave që marrin vendime ose veprime apo ndonjë fjali e shkruar në një letër. Kjo është ajo që i bën njerëzit të ndryshojnë mendjen lidhur me atë që mendojnë të bëjnë apo jo. Kjo është përvoja ime në shumë zona të luftës dhe në veçanti në këtë zonë lufte ku njerëzit befasisht gjendeshin të lirë pas vitesh e vitesh masakrash dhe vrasjesh. Me shëndet faleminderit. Kjo është ajo që mund të ndikonte tek këta njerëz dhe siç e thash, kjo është edhe pika pra që ne jemi përpjekur të përcjellim mesazhin të përcjellim tek këta udhëheqës.
Pyetje, faleminderit. Në fillim të videos thuhet ajo që po them është sa e rrallë është një lëvizje rebele, të dorëzoi armët kaq shpejt, ata bën një gjë të tillë. Ky ishte misioni im i parë, misioni i dytë ishte muajin e kaluar dhe ai ishte ndryshe nga i pari. Dhe pastaj ju shpjegoni se misioni ishte me ambasadorin Hill në rajon një muaj më vonë. Kjo ka qenë në prill të vitit 2000. A ju freson kjo kujtesën për lidhur me bisedimet që keni patur me zotin Thaçi? Përgjigje, e di që ka qenë rreth një muaj pas përfundimit të luftës, qershor 99. Dhe ky është misioni i dytë. Pra i pari ishte në rreth qershorit 99 dhe ky dyti në mars të vitit 2000, administrata pak pasi u largova nga qeveria, administrata më dha detyrë mua që të shkoja në Kosovë, ku unë kisha autoritet moral dhe njerëzit më dëgjonin, turmat më lidheshin, njerëzit më dëgjonin dhe unë doja t'ju thoja atyre se kishin një rrezik për një konflikt të ri në luginën e Preshevës. Ngrita dhe çështje që mendova ishin të dura për të ngritur paraqitur nga e kaluara, por kryesisht ajo që doja thoja aty që të mos lejojmë të ndodhë njëjta gjë në luginën e Preshevës. Dhe unë u gëzova sepse lugina e Preshevës nuk shpërthej në dhunë, ndërkohë që njerëzit prisnin që do të ndodhte. Sepse Hashim Thaçi udhëheq një partie politike, i kundërshtoi këta njerëz, ju tha që nuk duhet të krijonin dhunë politike. Pra kjo pasqyron këtë, rifreskon kujtesën time dhe është e qartë që unë kam qenë aty rreth marsit të vitit 2000, jam larguar nga qeveria amerikane me duket në maj, dhe ky ishte udhëtimi im i fundit në rajon si zyrtar i qeverisë derisa jam kthyer pastaj në administratën Biden. Dhe përsëri duhet të them që shoqëri ishte e shatruar dhe unë doja të ndihmoja ata që të bënin gjën e duhur. Pyetje, faleminderit. Mund ta heqim këtë, do t'ju bëj një pyetje lidhur me një pyetje që u bëri gjatë gjykatës së Barte. Dhe ju pyeti për deklaratën tuaj kur keni thënë që në Rambuje ai ishte po thuaj se do të kishte qenë tradhtar, po të kishte pajtuar, pra ka pas disa diskutime, gjykatësi u bën disa pyetje se si erdhi fjala tradhtar në deklaratën tuaj, pra në pyetjet e gjykatësit Bart. Mund të shfaqim në ekran, ju lutem tani provë materiale 1279. This is again. Ky është libri që frymëzohet nga artikulli në Financial Times që është i juaj. Dhe nëse mund të kalojmë në këtë, pra në faqen SPOE 00229 Yes. Po, kjo është. Paragrafi poshtë si arritëm kompromisin. Këtu lexon, fillojmë me Albright në mes. Albright u kthye në Paris me makinë për të fjetur disa orë. Atë natën shkova bëra një ecje të gjatë në këmbë me Thaçin, ishte ftohtë jashtë, por ai nuk pranoi që të merrte xhaketën time. Ishte i shqetësuar, më tha që ishte në presionin e komandantëve të UÇK-s në Kosovë dhe financuesit e saj nga Europa. Ata do ta konsiderojnë atë tradhtar. Pyetja, ata do ta konsiderojnë atë tradhtar, si shkruhet në artikullin e Financial Times. A ishte kjo diçka që Zoti Thaçi tha? Zoti Thaçi tha? Pra me fjalë tjera që ishte në
trysninë e komandantëve të UÇK-s në Kosovë dhe financierëve nga Europa, që ata do ta konsideronin tradhtar. A është diçka që e tha apo ju e nxorët si përfundim? Përgjigje së pari. Hera saqe po them që ky libër është publikuar, nuk e kam autorizuar botimin e tij dhe dua që gjykata të kuptojë që unë kam shkruar një artikull në Financial Times, pastaj dikush e ka përkthyer në shqip, pastaj është ripërkthyer në anglisht. Jam humbur shumë fjalë për atë kuptimin e këtë. Thënë këtë, nuk do të më kujtoj, po nuk më imagjinoj që mund ta ketë quajtur veten tradhtar. Por mendoj që po përpiqesha të jepja një përmbledhje të problemit. Në anglisht është ajo që mund të thrasim bisedë lirë, pra që quajmë bisedë lirë. Problemi me cilin përballej ishte që të vepronte në kundërshtim me vendimet dhe veprimet dhe dëshirat e prorëve të tij apo mbështetësve të tjerë në Evropë, mbështetësve financiar dhe në rajonin e UÇK-s. Pra fjalat që kam zgjedhur bazohen në mbështetjen, në vlerësimin e asaj që ai po më thonte mua. Por dyshoj që kjo të ketë qenë fjalë që ai ka përdorur. Megjithatë ishte e qartë për mua që ai ishte në një presion të jashtëzakonisht të madh. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Tani ju kujtoj se jeni pyetur lidhur me fletarrestin dhe se si ju keni marrë vesh për këtë, se si keni kuptuar. Besoj që ju thatë që Zoti tha që ju ka thënë juve. Disa prej këtyre gjërave ngelin në kokë, kështu nuk më kujtohet se kush më ka thënë saktësisht për fletarrestin që ishte lëshuar ndaj Zotit Thaçi, jam ka thënë dikush që më ka thënë apo kam lexuar, por më duket që më ka thënë lidhur me vështirësinë në situatën në cilën gjendi, se si duhet të kalonte përmes maleve kur udhëtonte të fshihej dhe se si erdhi pastaj kjo ekzistenca e fletarrestit në kokën time, nuk më kujtohet sakt. Pyetje në rregull, të shfaqim tani në ekran dokumentin KSCBC 2020-06 CTF 004-5184 deri në 004-5139. If we can go to page 2, please. Nëse mund të kalojmë në fazën 2. Ky është përkthim e asaj që pretendohet të jetë fletarrestimi i lëshuar nga autoritetet serbe për Zotin Thaçi. Shikoni në ekran përgjigje po. Kalojmë në fund të faqes. Data është 2 mars 1999. Pra, në mes konferencës së Rambujës në Paris, përputhet kjo me atë që kishit dëgjuar jo lidhur me një fletarrest të lëshuar nga autoritetet serbe kundër Zotit Thaçi? Përgjigje po. Zoti kryetar paraqes këtë materiale për pranim në prova. Gjykatësi ka ndonjë kundërshtim? Prokurori jo. Gjykatësi KSCBC 2020 Viz 06 CITF 004-5184 është vetëm është kjo numri i faqes 24. Mishetisht nuk mund ta shoh, jo, besoj që është 25, nëse s'gaboj. Nëse mund shohim numrin e faqes 25, po. Gjykatësi faqja 25 pranohet. Sekretarja kjo do të marrë numrin e provës materiale 12372 dhe vrej që është klasifikuar konfidencial, mishetisht mund të jetë publik, gjykatësi riklasifikohet si publik. Mishetisht faleminderit. Zoti Ruben, si që vrejtët më herët, ju bën shumë pyetje lidhur me Adin Demaçin. Do t'ju bëj edhe disa të tjera, përgjigje në rregull. Të kalojmë tek
prova tani DHT 12050 deri në DHT 12052 ET. Now, this is a Ky është raport gazete i datës 24 shkurt 1999 në një konferencë për shtyp të dhënë nga Albin Kurti, i cili në atë kohë ishte sekretari i Adem Demaçit. E shikoni këtë? Përgjigje po. Pyetja dhe titulli është asnjë vendim politik pa pëlqimin e Adem Demaçit. Kalojmë në paragrafin e 3. Aty lexon Albin Kurti thas në konferencën për shtyp të sotme se Adem Demaçi ka udhëtuar me urgjencë në Ljubljanë sot për të bërë takime me mbledhje të rëndësishme me përfaqësues të nivelit të lartë të diplomacisë dhe politikës ndërkombëtare. E dini pse Adem Demaçi apo ka keni ndonjë ide pse Adem Demaçi u ka udhëtuar, mund të ketë udhëtuar me 24 shkurt në Ljubljanë për të takuar përfaqësues ndërkombëtar? Prokurori është pyetje spekuluese sepse dëshmitari tha se nuk ka takuar kur Adem Demaçi. Gjykatësi rrëzohet, mund të përgjigjet. Po, e kuptova që ai kishte shkuar të takohej me diplomat në Sloveni dhe pastaj më vonë e kuptova këtë sepse ai në këtë rast pati edhe bisedën telefonike me zonjën Albright. Nga aty mori në kontaktin në telefon zonjën Albright. Pra ka shkuar atje për të patur bisedime diplomatike dhe kur Madeleine Albright e kontaktoi atë, më kujtohet se gjykatësi një sekond dëshmitari po gjykatësi edhe një herë zoti Rubin po përgjigjen për te pyetjes që ju është bërë. Pyetja ishte nëse e dini që ai pse po shkonte atje dhe çfarë po bënte. Mishtetis, faleminderit, nëse më kaloj në faqen tjetër, gjatë në fund të faqes, në përgjigje të një pyetje, zoti Kurti përgjigjet nisja e delegacionit shqiptar në Rambouillet në Francë ka qenë gest i vullnetit të mirë, tha Kurti në përgjigje të një pyetje të cilës sepse delegacioni me 15 antar shkoi në Rambouillet ndërkohë që nuk ishin të autorizuar për të nënshkruar dhe shtoi se me këtë gjest UÇK-ja kishte treguar se ishte e gatshme të sakrifikonte diçka vetëm që të gjente një zgjidhje për Kosovën, një shans dhe përkundër regjimit serb ishte interesuar për një zgjidhje politike. Ajo që thotua përputhet me atë që përfundimisht ju pa dhe ndodhi si përvojë në Rambouillet, pra që delegacioni shkoi atje, por thanë që nuk kishin autoritetin për të nënshkruar. Përgjigje një pjesë e antarëve të delegacionit e thanë këtë gjë është saktë. Pyetje cilët antarë në veçanti, përgjigje Hashim Thaçi. Faleminderit, Mishtetis, zoti kryetar, dorëzoj këtë për materialin në prova. Kryetari i gjykatës në një kundërshtim zoti Paçi jo. Gjykatësi DHT 12050 deri në 12052 të pranohet, sekretarja do të marrë numrin e provës materiale 12373, vërej që versioni shqip është në legal workflow, është pjesë e provës materiale në shëti që mund t'i shtohet në rregull, gjykatësi do t'i shtohet edhe për kthimi shqip. Atëherë, faleminderit me sekretare. Mishtetis, faleminderit. Zoti Rubin dje dhe këtë gjejmë në transkriptin e përkohshëm para prakrat në faqen 137, 138 dhe pyetja që u bë nga zoti nga gjykatësi metro ishte dhe me sa duket apo jo, duket që e vetmja figurë që në këtë fazë të paktën, do thot pas konferencës së parë në Rambouillet, dhe vetmja figurë në këtë fazë të paktën që kundërshtonte Rambouilletin ishte Demaçi, apo jo, përgjigje nuk e di këtë. Di atë që po lexoj, nuk e di nëse ka qenë dikush tjetër. Mishteti që në qose mund të shfaqim në ekran tani prove materiale 1-2-2-5-1. Mr. Rubin, this is a different version of Zoti Rubin, ky është një version tjetër
Një version tjetër i provës materiale që të tregoj gjykatës si meteorodje është identike, po ju kujtohet që ju u promovuat para në sekretar shtetit dje. Nuk e harroj atë lehtë përgjigje, po e shihni paragrafin, po në rregull. Jam interesuar që në fakt para të unë fakt jam interesuar në paragrafin më sipër këtij, pra në rregull ku lexon Independenti, pra Gazeta Independent në Londër, raportoi sot se në një ceremoni të shtunën, që ne e dim që ishte me 6 mars sepse artikulli është i datës 9 mars, pra të shtunën me 6 mars, që shënonte për vjetorin e parë të vrasjes së themeluesit UÇK-s Adem Jashari nga forcat e sigurisë serbe, shefi i shtabit të UÇK-s Sulejman Selimi paralajmëroi se rebelët nuk do të pranonin kompromis. Masat e gjysmuara të pavarësi të gjysmuar janë të papranueshme përveç nëse ato çojnë në pavarësi të plotë, tha ai. A e shikoni këtë? Po shikoj. Tani, a dini kush ishte Sulejman Selimi në atë kohë? Përgjigje, nuk mund të them që dija se kush ishte në atë kohë. Përgjigje, a dini kush ishte paraardhësi më një hershemi Agim Çekut? Jo. Pyetje, në artikull thuhet se ai ishte shefi i shtabit të UÇK-s. Dhe që po jepte deklarata të paktën që dukeshin në aparencë që kundërshtonin çdo marrëveshje që nuk përfshinte pavarësinë. Shikoni këtë, e shoh. Tani do të shfaqim në ekran një dokument të Shteteve të Bashkuara 12310. A report of the Congressional Research Service. Are you familiar with the Congressional Research Service? Yes. Okay. If we could please go to page 17. Kjo është raporti shërbimit të hulumtimit të Kongresit. E njihni këtë, po. Këtë shërbim, po, më shëti që mund të kalojmë në faqen 17. Kjo është një kronologji e ngjarjeve përgatitur nga shërbimi i hulumtimeve të Kongresit dhe siç e shihni mban datën 2 mars. Dhe aty lexon UÇK-ja caktoi Hashim Thaqin, udhëheqës të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Lëvizja duket në klapa se lëmën janë edhe mëtej udhëheqjen e Ibrahim Rugovas, të nesërmen Adem Demaçi dha dorëheqje nga pozita e tij si këshilltar politik i UÇK-s. Demaçi ishte kundër marrëveshjes së Rambujes, pra që të kemi parasysh të dorëheqja ka ndodhur ose me 2 mars ose me 3 mars. Pastaj kemi një paragraf tjetër që thot ish senatori Bob Dole u takua me antar të delegacionit të shqiptarëve në Kosovë, u takua me ta në Maqedoni dhe jo në Kosovë. Dole u bëri thirrje me ngulm delegacionit shqiptar që të nënshkruajnë marrëveshjen e paqes, u bëri thirrje duke quajtur atë si marrëveshja më e mirë e mundshme. Hashim Thaqi nuk mori pjesë në takimin me Dole, pastaj me 8 mars. Pas një takimi mbledhje të gjatë me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara Christopher Hill në Prishtinë, UÇK-ja u pajtua që të pranojë marrëveshjen e paqes së Rambujes. Do t'ju pyesa që të kërkoj që t'i mbani këtë data në mend. Pastaj dim që ky trup gjykues ka pranuar prova se me 5 mars, dhe kjo është për 1264, do fillon me SPO 00122805, i dërguar i posaçëm i BE-s në Kosovë, Wolfgang Peters dhe zëvendësi i tij janë Kikert, u shkuan në Kosovë dhe u takuan me udhëheqës të UÇK-s, përfshirë Sulejman Selimin, emrin e të cilit sapo ja tërkova, Rambuja, Jakub Krasniqi, Fatmir Limaj dhe Recep Selimi, me qëllim që t'i inkurajonin ata që të nënshkruanin marrëveshjen e Rambujes. A i dini ju pse delegacioni i BE-s është takuar me udhëheqës të lartë të UÇK-s me 5 mars, 3 ditë përpara se Adem Demaçi të jap dorëheqjen. Zoti paqe kundërshtim, kjo pyetje po i bëhet pyetje atij për të spekuluar lidhur me delegacionin e BE-s, pra ndërkohë që nuk bëhet fjalë as për autoritetet e Shteteve të Bashkuara, nuk ka bazë për këtë pyetje, gjykatësi mund të i përgjigjet pyetjes. A e dini dëshmitari, jam i sigurt që e di. Mishëriqa mund të thoni çfarë dini ju. Përgjigje, gjatë asaj kohe udhëheqës të delegacionit të BE-s
dhe të delegacionit të SBA-ve ishin shumë të shqetësuar për të siguruar që donin të siguroheshin që delegacioni shqiptar i Kosovës do të nënshkruante marrëveshjen e Rambujës dhe që do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e domosdoshme për ta që të udhëtonin, ishte e domosdoshme pra dhe rëndësishme që të shkojnë atje dhe ta konfirmonin këtë gjë. Pyetje, juve ju tregua ka blogrami i Shteteve të Bashkuara 25 shkurtit 99 nga gjykatësi Metro dhe ju kujtohet që ka blogrami në atë kablogram raportohet apo është shënuar që zoti Krasniqi dhe zoti Rambuja thanë që ata do të kujdeseshin, do të merreshin me zotin me Demaqin. Ju kujtohet ky dokument përgjigje po. Tani ta të dy janë të pranishëm në mbledhjen me Sulejman Selimin, Fatmir Lima e Recep Selimi, duke diskutuar nëse do të pranojnë apo jo marrëveshjen e Rambuje. Pyetja ime është, a keni ju ndonjë njohuri pse zoti Krasniqi dhe Rambuja kanë marrë pjesë në këtë mbledhje dhe duke qenë se zoti Hill sugjeroi në këtë kablogram të 25 shkurtit se ka qenë vetëm Adem Demaçi që ishte problematik që duhet të trajtohej pra të merresh me ta. Përgjigje me sa kuptoj edhe një herë këtu, unë ashtu si e kuptoj është se çështja është që të sigurohesh marrëveshje specifike që të ta nënshkruanin pra të gjithë anëtarët e delegacionit në Rambuje. Ishte pyetja akoma hapur deri në momentin që do ta nënshkruajnë atë, nuk dihej akoma dhe përpjekjet për të takuar me udhëheqësit e UÇK-s, të cilët ata që ishin më skeptik në Rambuje, kjo ishte përpjekja, dhe që tani ne shpresonim do të merrnin do të çojnë në Kosovë ofertën tonë për përduar fuqinë ushtarake, nëse ata nuk nënshkruanin, kjo ofertë do të ndryshonte mendjen e tyre dhe qëndrimin e tyre, do t'i bënte ata më shumë të gatshëm për të pranuar dhe për të nënshkruar. Pra gjithçka që po ndodhte, pastaj ishte për këtë qëllim, pra kjo është arsyeja sepse mund të marrë pjesë në këtë takim. Kjo është arsyeja se ne kemi dashur të takohemi me ta dhe një takim me ta nuk ishte i mjaftueshëm, vetëm një. Duhet të bëshin sa më shumë takime që të ishte e mundur që të përgatitej dhe të sigurohej që nënshkrimi do të ndodhte. Pyetje, faleminderit, kërkoj ndjesë po e përsëris, por pyetja ime radhës është pak a shumë e njëjtë. Nëse Adem Demaçi u dha dorëheqje me 2 mars dhe ai ishte vetëm një pengesë për nënshkrimin, pse senatori Doyle udhtoi në rajon me datën 5 mars? Përgjigje edhe këtu nuk mendoj që ka qenë vetëm një figurë që ishte arsyeja vendimtare për apo kundër nënshkrimit të marrëveshjes së Rambujës. Senatori Doyle po vepronte. Ai ishte senator në nivelit të lartë republikan, por edhe pajtohej me politikat e delegacionit të Clintonit. Ai po ndihmonte që të siguronin nënshkrimin e delegacionit shqiptar, aty ku kishte mbështetje të fuqishme në komunitet. Pra duke marrë ai ka mbledhur është takuar me gjithë personat me të cilë duhej të takohej, është përpjekur sa më shumë që të ishte mundur të paktën, duke u siguruar që ata do të nënshkruanin kur të vinin në Paris. Pra ishte një përpjekje gjithëpërfshirëse, diplomatike, senatorëve, imja, Christopher Hillit, të gjithëve. Pyetja ime përpara pushimit, ishte, sa po përmendet Chris Hill dhe përpjekjet diplomatike gjithëpërfshirëse të gjithanshme, dhe unë ju tregova kronologjinë në këtë ekran, me 8 mars Christopher Hill pati një takim të gjatë me UÇK në 5 apo 6 ditë pasi Adem Demaçi dha dorëheqjen. A mund të më thoni pse zoti Hill ka patur nevojë të shkojë në Prishtinë me datën 8, ndërkohë që Demaçi nuk kishte pengesa e vetme? Përgjigje, por përsëris asnjëherë sa të mundur, gjithçka që jep një përmbledhje të asaj diçka që jep një përmbledhje të asaj që thash. Kjo mund të ketë qenë arsyeja. Përgjigje, faleminderit.